Pse të ignorojnë ty në këto teza dhe në këto... Të ignorojnë, i shmangen debatit, e ke pyetur ndonjëherë veten? Po të shohim me kujdes, fjalori i fundit etimologjik i gjuhës shqipe e nxjerr shqipe 93% të huazuar. Puna ime shkencore është e pakundërshtueshme sepse unë sa herë bëj libra, kërkoj oponencë në Akademinë e Shkencave dhe në Akademinë e Studimeve Albanologjike. Akademia e Shkencave më nxjerr përgjigje që nuk kanë kohë akademikët të merret me këtë punë, ndërsa Akademia e Studimeve Albanologjike më dërgon një përgjigje zyrtare në të cilën thotë mbas 15 muajsh që u kisha dërguar kërkesë për oponencë shkencore, më thonë Akademia e Studimeve Albanologjike është mbledhur para një viti dhe ka vendosur që mos të bëj oponenca shkencore për studiues të cilët nuk janë antar të kësaj akademie. Kjo do të thotë që Akademia e Studimeve Albanologjike nuk i intereson shkenca që bëhet jashtë këtij institucioni. Në fakt, kjo Akademi e Studimeve Albanologjike është furra ose të themi fabrika ku prodhohet helmi ndaj kombit shqiptar. Kjo është akuzë e rëndë. Kjo është akuzë fikse akuzë për të cilën unë do të atoj në gjykat, po kam prova konkrete. Në qoftë se marrim, ky është libri para këtij dhe thot greqishtja një bie shqipes. Në këtë libër vërtetoj që është libri i parë për greqishtën, pasi mund të pasoj dhe një tjetër, vërtetoj se i gjithë fjalori i greqishtes është i preardhur prej embriomorfeve të shqipes dhe greqishtja nuk është gjë tjetër veç se një plagjatur gjuhësore e shqipes. Në Akademinë e Studimeve Albanologjike pranohet çdo studim, çdo fjalor i cili e gryen gjuhën shqipe dhe i quan të huaj. Kanë pranuar me mira greqizma, latinizma, persizma dhe çdo gjë dhe nuk lejohet që në këtë institucion të futet një fjalor ose një vepër tjetër e cila tregon që shqipja u ka dhënë këtyre gjuhëve. Ky institucion është konsoliduar gradualisht kundër kombit shqiptar. Tashmë gjuhën shqipe nuk mund ta luftojnë nga jashtë. Armiqtë tanë kanë gjetur mënyrën se si ta luftojnë gjuhën shqipe. Fakti që e quajnë shqipen 93% të huazuar do të thotë që është gjuha me më shumë huazime në botë. Do të thotë për fqinjët tanë që shqiptarët janë kombi që nuk kanë gjuhën e tyre. Kjo është vulosur në Akademinë e Shkencave dhe në Akademinë e Studimeve Albanologjike. Bile ka akademik serb që dalin për televizione dhe thonë gjuha shqipe është gjuha me më shumë huazime në botë dhe shqiptarët nuk janë autokton. Kjo është vepër e serbëve, të cilët duan që këtë fakt ta paraqesin në Europë që të thonë shqiptarët nuk janë autokton. Vetëm zonja Omari ka nxjerrë 1000 huazime, gjas me 1000 huazime që shqipja i ka marrë nga serbishtja dhe është krejt e kundërta. Kjo zonjë nuk përdor asnjë parim shkencor në punën e saj dhe fakti është e lëmë një anë dhe e marrim të mirë